Përshëndetje miq. Përshëndetje. Ja ku takojmë në këtë të shtun, unë do thoshja e jashtëzakonshme, në Paparenajt. Pas muaj fushate, pas mitingjesh, britmash, ulërimash, premtimesh, pas qyrykrëve, e pas atyre do t'u ham të gjallë, do t'u krim, më në fund fare, jemi në mbrëmje jemi të ditës heshtjes zgjedhore. Po që për politikën, ne kemi investuar një të tërë. Për ta ndryshuar politikën, ne kemi investuar për politika ka hokën e vetë, se politika në thelbë është paka shumë si punë e frigoriferit. E hap shumë herë, por gjithmonë s'ka gjë brenda. Dhe për më tepër, ajo që është dhe më e rëndësishmja, unë mendoj, sepse kanë kaluar kohë dhe vite, ne vim rreth një qarku. Pazar. Pazare bën politika. Pazare bëhen me jetët tona. Pazare bëhen me të ardhmen tonë. Dhe kur kemi nisur Alpazarin, në fillim fare, ka qenë himni i hapjes saj, që edhe pse kanë kaluar 13 vjet, mua më duket sikur e këndoj për herë të parë tani. Pse? Gjëra mund të ndryshuar, po përsëri jemi aty ku ishim. Fatin tim kush e ka shkrua, a me këmba po me dua, unë u linda dhe u rrita në pazar. Më kanë blere, më kanë shqitur, asë një herë nuk e kanë ditur, po nderi nuk e shes, se jam shqiptar. I them vetes mere me të qenë, kështu ka qenë është dhe do të jetë. Pazar, 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 një shet mallin, një plen hallin pa kandar. Pazar, 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 nga fitorje lajmi i pa. Pazar, 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 ikën një e vjen një tjetër pra pazar. Shqipëria për të qeshur, Shqipëria për të qartë. Pazar, pazar, pazar. E fillova sot kështu duke u nisur nga mendimi se nesër është një ditë shumë e rëndësishme. Një ditë shumë e rëndësishme për të gjithë. Është ai momenti kur ti je vërtet sovrani. Kur ndiqesh nga gjitha anët, shikohesh, për këtë do votoj ky, për këtë do votoj ajo. Dhe ti hidhe votën atje ku mendon se ta thot zemra, por kush interesi yt, i fëmijëve, i familjes tënde. Se në fundit, kombi është familja. Dhe kështu ndërtohet edhe shoqëria dhe ardhmja. Shiko atje ku ka dritë miku im apo mika ime. Nesër uroj me të vërtet një ditë të bukur dhe le të trokasi fort ajo vota jote. Njerëzit dikur duhet ta kuptojnë se vërtet ne jemi sovrani dhe dim të vendosim për fatin dhe për të ardhmen tonë. Më përqete që ta bëja një mesazh të tillin dhe ne do kthehemi këtu tek mbrëmja e humorit dhe të keshim sot. Materiali i parë që kemi zgjedhur për sot i dedikohet atyre. Ata janë heronj. Në këndvështrimin tim janë njerëzit më të sakrifikuar në shoqërinë tonë. Ka lloj profesionesh, por unë kam shumë respekt për robën e bukur dhe fisnike të policit. Po tani thotë që po ne bëjmë edhe shumë shakara dhe barsaleta. Absolutisht, edhe mirë ata e din që kemi gjithë sportivitetin e të kuptuarit me njëri tjetrin. Se në fundit, në momentin që ata zhvishen nga uniform, ata janë një prind X, burr X, vëlla, baba e të tjera, pra janë një nga ne. Dhe duke qenë si e tillë, edhe ata kanë dëshirë të qeshin, por ne rrëmend të qeshurën duke krijuar këtu në Paparenajt, për shembull, kemi një Alo Policia. Alo Policia vjen se e keni dëgjuar atë shprehjen e gjeç nga mos e pandesh, thon ata. Të ndodh që vetë ndihmon një njeri në rrugë, të duket sikur bën mirë, por ngelesh aty te policia se nuk të lejohet, ty duhet të vinë patjetër institucionet që merren përgjegjëse për këtë punë. Do të vinë ambulanca, ndihma e shpejtë e tjera si këto. Ja çfarë ndodh një fakir fukaraj në rajonin e policisë. E ndjekim.
Por të zëti, mos më bë mu këtu të më gresh zonita, merë vesh me këfëll, as merë vesh me këfëll. Kuj ti bë protestat e këtu? Po nuk përse po bëj protest, më zotri. Pret vje shefi, këtu ta serim këtë punë, në hik masa në punë tënde. Ore, dakor më për nuk ke pse më mban këtu, mërë, se po më mban kot. Po më mban kot, dhe se nuk kam unë pjesë e aksidentit, mërë. Unë thjesht ndihmova personin. Kaq. Or zotni, unë këtu zbatoj zakonet, rregullat në ligjet e shtetit. Ku ta di unë mërë se nuk je rapat të e ke bëtoj karambëllën? Ore, të betojmë për kokën e papit, nuk kam parë në pjesë në aksident. Që, pa shefe, gjithë kis dap e thot, të këkit e batit, a e Terezita, a që Terezi, orte. Ore, po të them edhe një herë, dëgjova tjetrin që po ullëriste. Au, iu. Ndalova makinën, shkova e mora dhe e qova në urgjencë, kaq. Ashtu, ha? Po. Po të vje shefi ta zidhim këtë punë. Qa bëhet këtu polis tejpi? Shef, shiko, unë jam këtu... Një minut, nuk të pyte kushti. Jam të folë me varsin tim. Shoku shef, këtë zëtri unë këtu e gjetëm ke urgjenca, kishte pru me demek një të plagësëm. Jo me demek, me prura tamam. Ata nuk e dim ne. E ne tham, ta marim komisariat, deri sa të vija analiza ekspertizës mjekëligjore, masane... Ekspertiza? Po, ekspertiza mjekëligjore, masane talqem, qëfëse sa fajtar. Nuk e kuptoj. Si qa dreshin deshet në vendjarje? Qa deshet, nësë roku në desha. Oh? Pa hatë shi? Nësë rokun? Pse e njefti nësë rokun? E njef? O, shiko, se ndoshta u shpreva gabim. Nësë roku është një mënyrë për t'ja ngecur tjetrit. Më kupton, ta heqesh nga vetja, ja ngec tjetrit. Më falin, se nuk doja, po jam edhe unë i irrituar. Jo, more. Do me thonë, kur do t'ja fusish në i tjetri ti, mle mu ndort ati. Nuk të unë që. Pa cupin e rabijës, kuptesh. Ti është për kupton, po të shkimara nëcë roku e fishlem. Da që ju lutem mos u tani se kam lënë njerëzit pa bukë. Duhet tiki, ore ju betojmë, qofë se më bani këtu, mua do më pushojnë nga puna. Zoti qytetar, mos kujtot ti se nëcë roku është ashtu si kur e menot ti. Nëcë roku, zotni, është një kapacitet policor. Ta shi... Qartë! Ju lutem se nuk... Ta shti! Qa punë e bëti si pas ke nonat restorantin pa buk? Jam shef guzhine tek Belia Resort. Jam i sigur që po më vonuat, ata do më pushojnë nga puna, ju lutem. Melia. Gruja kuj është kja? Po, jo më e mërin gjumë duket. Po pa tjetër më se është resort shumë i njohur, është resort. Resort Melia, nuk është gruaja e skujt. Ka emër në resorti, Melia. Ja, e kuptoj. Do me thonë, jo restorant, por resort. Dishka ma e vogël se restoranti. Gjithë ma e. Jo më zoti shef, nuk është resorti është i madh, është i madh, më i madh se sa një hotel. Ju lutem, ju hëngsh atë që stuhet, më lini tiki. Ju lutem. E pas ke damendën me hik, a? Po ju. Shumë herë, me që se ke damendën, që kuj ke dokumentat, firmo se këtu se ke qënë vetë të autori si ke bë karambële, e në hik. Ore, nuk kam qenë po temë, ore po ta sjaroj edhe njerë, mo vlla. Nuk kam qenë fare, mor. Gjova tjetrin që, të falë, tishe ti, ta shikoj e tjetrin, nuk do ta ndihmoje këtë mërë bëra. E mora nga aksidenti dhe qova në urgjencë. Sa i thonë, bënder gjesh e dera, burë. Më falë, të pës. Qa gatu ti ma mirë, që të lëpejmë gishtat na e thomit, ju më shëndet. Qish gatun, mërë? Makaronat, Makarone? po, me fruta deti, me karkaleca, ale olio peperoncini. Olio Stelio, se s'kom nevoj pra të makaronit. Po, ka të dyshme, ale olio peperoncini nuk është olio Stelio, është lloj makaronit shumë e mirë. Unë e bëj shumë mirë, gatoj shumë mirë. Ashtu. Ju lutem, mund tiki? Ashtu. Tejp, urgentisht do shkrish dhe ke marketi. Po. Na marrësh një pako makarone misto. Po misto, jo misto, orë shef. Urgentisht jem të thonë. Hes të shtima, mos e zgjatë. Po. Ashtu. Deri sa të vi ekspertiza,
Kupton? Nuk duhet me umërzit, na gatush, na bësh një gjë për shefin ton. Pa man. Qartë? A vënon shumë ekspertiza. Nuk e besoj, ma tepër se një javë, jo. Maksimum. Maksimum. Po minimumi? Minimumi qëta haj, dhe me thonë, të ham në makaronët e ne të hik. Po aman më shpejt. O, shef, që ato lekt. Ka lek. A më thaj mërë gjej makarone me qishta gjej. Lekt mërë? Se unë të t'jap lekt, të shaj amon. Banko Burrell jamon. Jo, banko klës. Pa ta kom thani 100 herë, bur, jo, banko Burrell, banko matë, thuhet. O, mos ignorant. Por të no? Burrelli është me në matit, edhe klosje. Po, sigur no. Ta dish, fute këtu, mirë. Sigur no. Te ka këtë e mamë. Hajde shko të shte urgent atje. Hajde. Falë, nuk Se në këto? Se janë sendet e mia, mund të marri lekët e mia në qofë se do. Po pa tjetër të tua, që në të ke për të hangër makarone, ke për të knash. Et, Erdhe. me vrap. I martum je? I martum. Jo. Lumë se ti. U knash këte me dashnore. Si metët. Tu ndru dashnoret për ditë. A, lumë se ti. Ke dashnore besë. Që këto mua betet tash i shef, nuk. Kota, tash, bo thash një biset familjare, këtu, misore, sa për mua bet. Pëlqen jondet apo brunet? Ollata, kolmeta... Kolben. Kolmet? Këtë si unë. Pas kemi një shije. Unë marroj këtë. Marroj! Shef Noci, Po? përgjigja ekspertizës. Erdi ekspertiza? Pas. Falë, një minut. Po? Ku është me më këtu? O, shef, nuk është letër nga ministria, është përgjigja e ekspertizës që bëm. Për... E kuptoj. Qartë. Faleminderit. Lutem. Shumë mirë. Je lirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. A bash, ku shko? Do t'iki se, do t'iki në punë, do t'jem punë pa tjetër. Mos, kemi për të po makaronet. Ku të shkështi? Pa harë makaronet. Arruje të jetë punë. Omer, si ti? O, shef, Qa ke? lese të shtri qarti. Tu kalu rrugën mu pengu koma, po jom rapat me kre për asfalti, si me qënë të fuk të bënator të dishqiq. Mos më thuj se i theve makaronat. O, mi shtepi betonjeri, arte. Ose me alin e maqinën e hiku. Qa e të thonë? Po, S'ja more targën? ja mora mërtargën. Qa tha? Po qishta hikuaj se nali maqinën, arte. Makaronat jena që për jashta, jenë bësi mëllë. Qisht bëjmë? Shumë mirë. Ha, Të shkësht i mbledhesh makaronat, e të na bjesh mëllin këtu. Qartë? Bëjmë petlar. Të na bësh petlar. Ore, qa bëre tja? Po iqo, nuk na shtyhet fare. Me edhe në shkollë, s'më vetë fare, po fare. Po pse, o vërtet e këti që vete në shkollë? Po qati ati plaku timun pa. Ja marë, to ja plakën la. Po, E kam plakën dhe qati bëj. po që vret mëndje në buri dhe o. Ore, një pes në fund të tëre marin, o qa kjo? Po kam avore se, të ngell më susi në klasë. Si ti dal para, ku të mbyte mu, a ish përbindush o si del do të para. Po qa flet o vlaj, ore, nuk ti gjenë që nga ngelura, o ja, më shiko mua ti një ata vlezrit Lovidhja. Jore, kush janë? Po miri o Fationi edhe Erisi, o si nuk i njeti. Ore që janë në 2 vjetë distancë nga njeri tjetri, o.
Po se i njo. Po si o si njo, po unë i kam pasur shok klase të tre ata. Shi, të trea. Të tre vlezrit i kam pasur në klasë. Por edhe pse kishin distancë 2 vite nga njëri tjetri, unë i kam pasur në klasë, më u çudit fare tjo. Po dale o dha, na 2 vite, ti ke pas të 3 në klasë. Nuk të dalin llogarit, ë? Ja, ta the mundi pse të dalin llogarit. Në klasë 5 kisha Mirin unë. Ngela unë 2 vjet, në klasë 7 iku Miri, ma arin mua Fationi. Dëgjom djo, deri në klasë 9 kisha Fationin unë. Iku Fationi, erdhi Erisi, po të them. Kur erdhi Erisi pastaj, më la në klasë 11 mua vit të parë, edhe deri 22 vjeç vlla jot në klasë të parë, po të them. Ore, dëgjoj mua se nuk ka parë Prokopi njeri nga shkolla, dëgjoj vllajën tët, ore ma ka thënë babi mua, ore. Nuk shikon njeri, mu e vrim mendjen fare, nuk e do njeri shkollën, ore. Po qa punë e bën plaku jot, o? Po në burg, në burg o në burg. Polico, nga ta. Ore, polic, se ka edhe një koleg, një shokun e vetë aty, po a i shoku vetë që është polic, a i rritë 8 orash. Nërsa plaku tim është 24 ora aty, ore, po të them pins në punë. Si më shikon kjo. Po e kanë kapur me ashash, o vlla, im është në burg. Edhe 3 vjetë del plaku milioner, po të me, disa leka bërë me ashashin. Ore, milionere. Se di, nuk e di, gjo vlajnë. Do kuptoj fare. Do vish në parti me mua ti se kemi një parti sot me shok të klasës time. Po s'kam të dashur, ma. Qa vetë jo? Po vija. Fare. Për momentin fare. Fare, iq fare. Po miro e zidhim kshune. I them unë të dashurës time, të gjej ajo ndo një shoqe në vetë që mund ta ketë single, e flasim aty e diskutojmë pastaj, të shikon ajo. Do një qike mira jo, na një qik simpatike. Po tash unë, nuk është se e kam parë o vlla im, po do e shikojmë aty e që këti, do ta regulojmë. Dgjoj, di si do ta bëjmë ne, po mos jetë e bukur ajo? Qato? Do t'i futesh një 2 gota ti vlla im, edhe di si të duket ajo? Yll bote po të themo, me 2 gota të duket Britney Spears. Po qari më, hajde e ikim. Po hajde vlla, ta se kesh vlla. Jami. Ku je? Më tha zemra që doje një shoqe, a kjo është qaj me ngusht? Ka e mirë që qënë ka kjo, vla. Ja, lezeshme. Për kë e ti? Për shoqen të dhe, për kë? Për Madin këtë. Madi! O Madi! Zumra, si kalo. Hajde shpirti. Wow, Flori, a vasho. Njero, që të prit do ta diskutojmë direkt në Ku vete se na trëmbi, wow. Kjo ore. Dalo ti, ku e djali aj, s'ka pa në një, prit. Fëre, të pëlqen. Vlla, po ti më the, pi 2 dopjo të duket simpatike, duket e bukur, vlla. Po miro është ajo. Qa thua, ajo do të pish 2 shishe whisky, vlla. 2 shishe whisky si pi dot. Hajde zemra, merr një birrë dhe kërce, Një mik I rrallë, I cili më ka mbështetur në kohën vite me shpirt dhe zemër, por mbi gjitha me shumë dashuri, është perandoria e biznesit shqiptar Agna Group me brendet e saj, Bira Elbar. Unë kam dëshirë sërish ta them birë për miq të vërtet. Të mos harrojmë Bira Elbar krenari shqiptare. Fituese medalje së artë Mon Selection 2024. Nuk ka gjë më të bukur se sa të festosh me miq, me shok dhe të trokasësh me një Elbar. Uj Glina, një jetë me ju, 50 vjetë Glina. E kam thënë sërish, është dobësia ime. Uj im I preferuar. Glina. Dhe makaronat Misko, makaronat më të shishme në çdo tavolinë të familjes shqiptare. Faleminderit Agna Group që mbështet paparenajt. Dhe do të kalojmë në një material. E di që kam filluar dhe mesazhet tani me që e kemi rinxjerrë sërish Anen dhe Gjevojicën. Çka ka ndodhur me Anen? Pse është trembur Anea? Kjo grua, kjo plak fisnike, trimëresh, që ka ndruar dhe 4 burra. Dhe vjen një e dashura e djalit nga Greqia. Por dhe në qella Anes, nuk di ku të futet nga Afrika. Ajo se çka dhe një të folur, po më saktë ndiqeni.
Janë më vria, thë, janë e zeza. Vaj qka që vjeqe dhe që të mëndote kjo situatë, të vinte kjo ditë që të flia në bythu në shkreta në Afrika. Ja baba, li të mërë në gjove, si kur ka për Gjebraili e minin në për shtëpit. Amër e da u që me bërë që me dërgove këto, kam frikë më qo të kaldatën. Hape telefonin, hape Daud. Pithanon, po. Unë po vdes këtu, e shkreta. Shkreta, unë e shkreta. Që kur ka ardhë kjo në shtëpit, kam rën 4 kilo. As me hajet, as me pijet. Po të pak të mirja një sy gjumë, më e shkreta unë në vdika për pak gjumë. Po të qovëro, ma bëri borë që hëngër të mortja, sho që ngusht në ditë të vështira duket, jo, të të nuk fleme të i vro me dreqit. Alo, pa e mo djallë, ku je? Ku je mo djallë? Jam unë, a ne? Ti e mo djallë. Po fleme, qa po bën? Unë qa po bëj? Unë po fle gjumë, po në ndër po flas me ty. Të ngërë notja të, po pëse më le vete, po më le pa gjumë, më shkatërove, Mo, Jane, po mos u bëj fare me rak, po nuk është nga ato, nuk të bëngje, jo? Si së të bëngje? Po pëse duhet të vrasë me gjanë që të shpiksuar shu? Hajde, flita shi dhe pim kafe në sabah. Ku të fleme? Aty. Sot jo, s'bëjt laf, se qa levis aty në mbra pa krec, se me rëgoj, se me qaluar. Po qo vetë nuk ka gjumë qo, se qo më habitë mua, si zgjuar njeri u ka që, po ndaj të them, ik, po në gjuam në sabah mirë, po su në gjuam, më pa që më qafet bëfsha gropë. Qfar ke? Që pa një mirë, po që me bërë me, po që ke me Aliqo, që ke që me trëmë me Aliqo. Aliqi, qfar ke, pse nuk fle? Iq me po fika telefon, Unë jam, nuk ka njëri tjetër. E di, e sho, s'ka njëri tjetër. Po flisja telefon me Gjevojicën, është pa qefe zeza. Mendova se kishe ti ndonjë gjë. Jo, nuk kam asgjë, për koktënde, lire atë, Nëse ke diçka ma thuaj. A the mu, Para se të iki. Përse flet në salon ti dhe jo në dhomën tënde? E të ndrejt, kjo ashtu ashtë. Edhe unë njëre pyes vetëm pse flet në salon, po në fakt, këtu kam televizor. Në dhomë nuk kam televizor, se shikoj atë fermën. Qfar është ferma? është që spektakl nga kjo, është një ljam atje janë gopi asaj Albës. I tha që të ma japë që ta prashisun, i tha, dhe ja punoj jarën ljami. Interesant. Qa të bëjë? Ik flitu bëfte me me, ik, rrash. Dera. Kështë kjo derë në shi? Kusht të jetë në këtë orë? E hap unë. Si jetë, përsha? Mirje. Mana Gjevojica, po ti sikur nuk ishe mirë. Mirje. Unë jam shumë mirë, po aneja është pa qef dhe i sola pompën e azmës. Ta solane. Qa me sole me? Po pompën me zimer frymë. Qa pompë me? Mere ta shjane. Po pse me kush me zimer frymë? Po ti sigur më thej që Gjevojica ishte pa qef tani na dole ti. Ja shumë, të tash që më raf një damla mua, po nuk dojë të shketsoj, se po të them unë jam pa qef të rizgjuar, pra ndaj të ik fliti, ik, nga shia më mirë, ik, jam asollit pompën qo. E kuptova, po sikur nuk më fliet. Se fliet? Po shkoj të marrë një kokër mollë, doni ju? E unë jo. Jo, asë unë. Nuk hanatën unë. Unë asë unë nuk isha gjellë në zjarë dhe e theva që i kësa e provova për shije, për kripën. Ashtu, e? Dakor. Të vdes. Të vdes e më tre.
Më kaldatën. Frikë, thoj, nuk më pëlqen kjo si latë. Ajo më vjen vërdall si Gjebrail Emini që merr shpirtra njerëz. Ata ku Po i ne i maqeri. Aman. Ka maqeri. Ku është Fika? Fika, atje te ajo, aty, te sirtari atje. Pume në sirtar. Moja. Parove që mi dhe mua dje në drek, me thika, me pirujnë ata në gjarin e mishit, atë drasën, ma dhe mua dje, pirujnë. Shmarë në të fare me shkret, Na me ti, që ti dhash ty se ke të lavastovile, me prandaj të thatë. E me mirë. Budullaj, femër. E di që këti se ma në mu majtë undës, vrom femër. Qa ik se të doj gjela vërtet, ik qëronu. Hajt. Zarë be drejkit. E hoqa gjellën nga zjari. Po ma falë kështu me të fuqa dhe, që ka vrikme, që keme që ma punon këtu, që ke? Natën e mirë dhe mos mu gdhipsh dërne. O vdeksh në vend, inshallah, nga që kemen, mos vafsh gjallë dhe i dashtë të tende. Gjove, më poftise, zarë, mos da me dhe qo, më duhet, se që ka të lojtë folure dhe të sjellure, një dreqe ti. Nuk e kuptoj, vleze, za ne moj të bebra që të jeti në këtë mosh e shkreta, ti thoj. Ta të bëj një pyetje. Në pyet. Ke frik nga unë? Ta, shumë frika. Kam ecë këshu, se që ke një këshu, nuk e di, po kam frik këshu. Po pëse ri kështu, me të ka dhe në zoti gjitha të bukuri, pëse flit kështu, me si nafioze, po të hekësha mune, mama, folë mirë, folë me mbelë, më folë kështu, se kam frik. Unë kështu kam mënyrën e të folurit, por unë të kam si maman në time. Me ke? Po pa të frik? Të them ti. Eja më mbyll në dhomë vete dhe flije qetë. Jo, unë thjesht nga që u proftase ashtu, pa nuk kam frika që sa me i tonë. Rëftë, bëftë me ma. I ke flina, shi, flire atë, se të flia dhe unë. Dakort. Kalinita. Kalinista, gjën Kalinita. Me qëtësove mua ti. Se jam në ato unë që ha, ma the ti Kalinita dhe. Ha, që e një ti se di unë, do të më veç një gjumë, e pasaj vi që hep, të më mbyq. Ja, me mërkeq, dhe se të të tëra, i hoqa aty, s'ke qa gjenë. Më bashkë më kurbani qenit, po edhe që zarë bua i dreqit, more Daud, për qefin e feqkës tënde, e ri unë pa gjumë, kam 3 net që nuk e mbyll të bardh në sys. Pa masë, masë freni qikë se... Edhe këta të fermës, po flenë, të fle dhe unë. Më janë e më avria, thoi. Më janë e më avria, shtë gjeti, mëj. Qfar ke po fle? Sa u tremba, e zeza, jesh në gjumë, si kur isha në një udhë largë, po ikja për në pshat. Po shikoj e ëndra. Ender. Po e vura re se po gërhisje fort. Po shkojnë pshat me traktor, e bënde traktori dek. Po ik fliti do bëfte me ma ik. Kalinihta. Qa bërë, po vdes, e zeza, u qif që këtu në këtë shpitë. Aur Daud në gjove, Allah, të rëmë një gjë e madhe që më bërë këta hata, po ka morë që unë të nashi. Të ri me masi e dhjerë, me zi pres të zbardita. Ja Allah, që gjeti moja në më avria për Daud feqkër. Po qatë kam bërë me që të më vraqë. Qatë kam bërë me të hëngë shamun me amarë. Po më vri. Hiqe moj se më trem me atë. E gjeta të sirtari komos. Sirtari komos? Mendova mos do gjysë më në Jo të bëfësha, nuk dua të fle. Ik të bëftë me më ha mollë në shapla mos, u shtriu dhe ti.
Faleminderit. Kalinit. Kalinita të bëftë në Kalinita. Kalinita. Kalinita të merri me gjithë batë thiku e gjeti. Të marrë këtë vromën. Alo. E me kurriz dale dreqit, e me fytyr breshka. Ka gjetur thikën në komot, një komot, aty. E merrit me thikë në mbrapa, që tremba, po të them. Po vdes në Afrika, po të them me. Nerveshme. Hani, moj më dëgjo. Po nuk është nga ato që thua tja jo me. Po më dëgjo mua të shi. Nuk të bën gjë ajo. Ishte bën gjë merri me thikë të me. E po jam edhe një vajti mendja të bëj gjë, dëgjo mua. 2-3 herë do përpërlitesh kemët edhe mbaron. Që ato pullat me që theri një pshak, që ti ke therur vetë me sa pulla më... Ta fuqa në dhe e vdeksh isha Allah, fjetë që të madhe, në gjove... Pitat. Zarbe drejkit më tregon mua të më theri si pull. Ku të mbyte mund? Kuve unë do të gjumë në sy me këtë gjendje. Na shi që mor dhe thikën qo, e zeza ane ma vria, thoj. Me thikë në dorë, të më vrasë. Se kushtë t'i këtë në i lafë për mua, se s'ka mundësi. Edhe të marrë këtë urgjencën, t'i ki flenë spital të paktën. Alo? Urdhra. Urgjenca jeni? Po. Urgjenca jemi. Dhe vim në këtë pjesë të dytë të Paparenajt dhe sërish me një falendërim. Është shumë e rëndësishme të dashur miq të dim dhe të zgjedhim atë çka konsumojmë. Sepse thuhet që njeriu është ajo çka ai ha. Por në thelb këto kohë keni dëgjuar që jo pak skandale ka dalë nga edhe siguria ushqimore është vënë në dyshim. Dhe pikërisht për këtë konsumatorët janë friksuar dhe nuk dinë çfarë produktesh të zgjedhin. Dhe nuk kanë faj, se në fundit është ushqim. Po për një gjë të jeni të qetë edhe të sigurt. Produktet tona mund t'i blini me sy të mbyllur. Ti besosh këtë emri është padyshim një zgjidhje e mençur falë cilësisë së shijes dhe larmisë së produkteve 100% shqiptare. Çdo prerje, çdo detaj, çdo kafshat, cilësi që nuk lë vend për dyshime, sepse tona është traditë që nuk ka nevojë të ndryshohet. Shije që nuk improvizohet. Prandaj, kur kafshon, asnjëherë nuk kënaqesh. Thua, edhe pak. Faleminderit tona. Ku më ka sjell këtë njeri? Ku më ka sjell? Më ka marruri avdik qa. Fiqo. Ata se kom për të bërë surprizë për ditëlindje. Po kur surpriza këtë? Përshëndetje. Si ka të mirë? Si e qoti? Mirë se erdhët në klinikën to. Mirë se ju gjetëm. Jo, do të fasi zonja. Unë fala, unë. Se zëri jo të shki? Zërim. Zëri shumë i bukur. Am zëtë e bukur. Ja, me shumë. Besoj se keni dëgjuar reklamën. Ke marrë një grua të shëmtuar me mbledhsëri, që kur dilni, i duket si dy burra. Po, valej. Fix. Si po? Është reklama me drejt. Reklama që ka po. Po, e kemi dëgjuar. Atëherë, ju patat fatin për e zgjidhjen në klinikën tonë. Shumë faleminderit. E çfarë do bëjet me mua? Unë do të bëj ty një div, një shndërrim total. Falë, e si e ka emrin zonja? Fiqo. Fiqirie e fiqiriut. Po. 6 vit e 5 vjeç. 6 vjet. Ka të tinje sot bilet. Ja ka për surprizë. E po gëzuar. Faleminderit. Gëzuar edhe 100. Faleminderit. Do të thonë Afrikë sot, e? Urdhëro? Tortën, do të Afrikë sot. Po. I kom blej maqinë, për se kam thonë. Qishi. Maqinë ti mua? Maqinë, të kom bërë surprizë. Po s'di ti jap makinës, për qa ma bleve? Për s'ka gjo, maqinë roje. I te që shto. Po nuk ka nevojë.
Talë në mua këtë mësirë. Nuk ka nevoj. Do të ikët të dhe si humorist. Nuk ka nevoj. Më falë, se kemi një intervist për para se të fillojmë. Po, intervist me qatë televizori? Jo, nuk është intervizor, një intervist që na duhet neve për arsye, për të bërë operacionin e tjerë me radhë. Po shiko, doktor se nuk të njo, mos më shiko kështu mua, ti tani se mosha bënd vetë, po kur kam qënë unë në vajzë e re, kam pastur një trup, nuk ngell të zagar gjau pa mu qepur nga mbrapa. Bale, doktor, një gjë këtu. Ku shkojshim plazh, 3 çadra merrshim me vete. Sa ti? Pse 3? 3. Një mate për trupin, që mos ta djegë dielli, e në 2 mate për cicat. Mire i diska, e në këpucët, unë e njëse, unë. Thuaj që bëj shaka? Shaka ishte kjo. Shaka. Se ta ngop një Sa për mohabet mi. E më falë, zotëri, ju çfarë punë e bënit? Unë? Ja, për që po kefin vetës, pa. Ke shofer autobus? Ju në gjithë të logaras të bëra glop. Pa jam Po shpiksuan me logaras. Doktor, një gjëtësh. E bojshë Tiron, Sarand, Shkuar, mejna ditës për tëmë. Po. E qenë lagara. Pasio. E ke pasysh që është lagaram. Shumë rrugë rrezikshme. Shumë rrezikshme. Të shi së shasi gjo, fare. Të shi e kanë asfaltu e kanë bo. None, kom qenë atë kohën që ishte me qakull e me zhafor. Bide kom... O që thjefsh qafën në logara. Tani kemi adhë për mua për surprizën. Tani për logara ndo flasim. Se e ka që gomaro njëri tani. Atërë, zonjë, që mos thumbim ko. Mund të qohesh pak, lutem? Po, pa tjetër. Me jep një dorëtën. Ta vazhën më abetin të kutët si që mene. Kur të vete unë toj që të duash, në logara një pu. Rëtullo pak? Avash? Amanë dhe kërë. Pashtin ma boj her femën e buri beut. Do të yllë. Të me thonë, ma boj her 3, si kur ka qenë, se ka qenë shumë e bukur. Pa me rak fare, do të bëj yllë. Ju lutem të shi, mund të liri pak vetëm, se ne do fillojmë ekzaminimin. Ashtu, Po. E vazhdem, përsa të të dhe. Po. Të vazhdem atë. Mund t'i pus me... Ik tani. Pus ma sa ne, mos. Ik tani. Mi, pus ma vonë. Pa me rak, para se të pusim salë. E beta. Pa? Kushtë të gjyshet? Juve. Po. Po pse më nga tronë gjëm me ato, mua ti që më thua gjyshu? Jo. Nuk jam në ato, dëgjo këtu doktor, se më duke se s'më një mirë. Unë edha për surpriz, po të më thuash mua ti gjyshu papi këturpi, unë edhe zonit e kam burë, kur u martova, u qesha një muaj pas bdasmës. Qetësoni, zonjë, jo, ashtu si që mendoni juve. Sepse ne jemi doktor, jemi të detyruar të bëjmë, gjithsesi, që mos vijë në siklet, unë po të ras asistente, që është femër, edhe... Nora! Kush është gruaja? Jo, asistent. Nora! Po, doktor. Ama ku ishe ti? Po, në logara. Ku ishte më? Po njëri aty se që nga tronë logara e hypes bret në të shmëndi mua bete logara. Po, mari. Çfarë sezon? Jo, asgjë. Atëherë tu do më bëj ekzaminimin e zonjës, për gjithë ato që folën, edhe por sepse duhet zhvishet edhe tjetër. Pa më rakfare do i kesh shënimin gjithë, pa më rakfare do të bësh aty siç më ka thënë ti atëherë zonjë dashuri në mirë se kalova. E mora vesh Nora. Mirë, nisi keni qenë, mos keni frikë fare, do ju ekzaminojmë, do i bëjmë çunimet siç na ka thënë. Atëherë ti duhet zhvishesh vetëm gjysë lart, pa më rakfare. Veç hiqe pak shpejt gjysë lart. Ke pak kuj? Po qa më thëse se mora vesh, më zufryma. Atëherë, po ju flas më avash. Duhet të zhvisheni që unë t'ju bëj shënimet, ekzaminimet që ku do t'ju oferoj doktori. Pra ndjen, ju lutem, ishini këmishën që vetëm gjysmën e lartë dhe unë t'ju bëj shënimet që kur t'ju vi doktori t'ju masi dhe t'ju shikoj se ku do të operojnë. Po më shikosh trupi, unë kam turp. Jo, mos ke turp, ja, po prandaj erdha unë goca aty që ne hajde, të lutem që duhet bëj këto shënimet gjërat që na duhet. Hajde. Mos keni
Ja, pak, vetëm uleni pak sa t'ju bëj dëshirë. Uleni, çik kështu sa t'ju bëj dëshirë. Hajde pra zonjë tash ju lutem. Shiko, unë mendoj që te fytyra duhet bëjmë një tërheqje këtu, ke një pikë këtu, një pikë këtu, një pikë këtu, duhet të vetë po do të bëjmë tërheqje në kurrë edhe të qafës që mos ketë kontrast. Mos ketë kontrast fytyra me qafën aty është shumë mirë. Atëherë, këtu tani. Do vim, tu, dhe do bëhet pjesa e protezës. Jo, shënimet që do ketë doktori parasysh se ku duhet ju hapi gjaj. Këtu tash duhet që të bëjmë shënimet që do vëmë protezën këtu dhe të ngrihet gjë të jetë më mirë. Atëherë, këto barkut në vdekjem, do të vëmë dhe fusim te vitet që ju pra keni në pjesën e barkut. Gjithashtu do bëjmë operacionin e stomakut, do bëjmë sleeve gastritin. Sleeve gastritin, pra që duhet të ngushtohet stomaku juaj, do të bëhet një banane që ju mund ta hani shumë pak dhe mos të ndjeni Jo, nuk të dëmë, ju të jeni gjithmonë. Do bëni shumë mirë, nuk e keni dhe sa e bukur që keni për të dalë. Ja, shumë faleminderit. Se më thade doktori Gjishu, po unë kam turp. Prandaj erdha, është shumë mirë. Bët ja, erdha unë. Faleminderit shumë. Je shumë mirë. Po, faleminderit shumë. Ja, këtu tash dëshinojmë barkun, viset gjithashtu, të gjitha pa merak fare, edhe dhëmbët do t'ja undrojmë që juve mos keni probleme me dhëmbët, pa merak fare, se pashi hapi çikojnë. Do heqim atë pjesën se së vjet keni hekur angoj dhe ju bie rrufeja. Shaka. Ama se kush e di si i merrni. Ja tash, të thrasim doktorin, doktor Sidriti. Po, mbarot ekzaminimi? Po, doktor Sidriti, mbarova? Si jeni zonjë? Mirë, faleminderit. Ja, doktorit. Pak emocion, po. Po do bëjmë tash. Gjithashtu vendosa që të bëjmë edhe gjoksin doktor Sidriti sepse i futej gjitha në xhep pantallonave. Është më mirë që ne ta bëjmë të vëmë hipotezë që ta mbajmë gjoksin. Duket të mirë, duket të bukur dhe të bjerë në proporcion të drejtë me trupin. Okej. Jo, atëherë unë po mendoj që ti ngrem dhe vithet. Çopa këtu? Po. Ti bëjmë dhe një tërheqje pak një sekond këtu? Po, doktore, a thashe ke aty gjitha çmuara në blok, doktorit, çfarë do i bëjmë? Ti bëjmë edhe një tërheqje. Edhe pjesën e qafës që mos ketë kontrast shumë të madh me fytyrën. Po do t'i fusim një depilim komplet. Po patjetër këto pastaj diskutohet. Kam makinë, më tha zoni. Jo, do e bëjmë lazer, mos ndini fare. Zonjë, juve mos keni fare frikë. Nuk do njihni veten e pasqyrë. Blini një yll. Kam një pyetje. Kur i blini yllit, me çfarë i shtypni, me kokë? Po shaka doktor, jo shaka xhima, çuna me gjithë në spital. Tani zonjë, unë mendoj pas operacionit t'ju sjellim këtu, t'ju veshim një fustan të bukur, të jeni aty, t'ju shikojnë gjithë bashkëtorë. Sa zgjata perimi. Po tani varet në varësi. Nuk do ta ndjeni fare, Sa hapem byzët, tutem më thirrjet pak zotrin që të mos keni më fare. Faleminderit. Ju nuk do ndjeni asgjë. Faleminderit. Do çuditeni ju, do çuditet edhe vetë pasqyra me ju. Faleminderit shumë. Ndër kam të kem një trup të bukur, se në fund të fundit një jetë kam. Dua të jem njëri, se pas lindjes të djalit të vajta, edhe më hajtë shumë për të ngrënë, kam oreks. Neve do t'i marrim masa të gjitha. Nora! Edhe petullat e lakronë. Doktor, personi nuk vjen se e ka muhabetin për... E di qa malore ishte në llogarat tani, nuk do të motja në gjithë llogarat, dhe gjove, ajvan. Mos unë zefni, zonjë, duhet jeni sa më i qetë. Ska gjë, mos u mërzisi, se nuk kemi kohë, mere zonjën sistemoj dhe sa ti. Do ikim gjë tani. Po, hajde, zonjë. Nuk do am gjë. Jo, nuk lejoj, para operacionit nuk lejoj, thash. Faleminderit. Hajde një zonjë, jeni gati. Faleminderit. Veshim rrobat e spitalit, të fusim në narkozë, avash të bëjmë matjet, sa narkozë ju duhet, si funksionon pesha trupit në narkozë. Atëherë, zotri? Doktor, si shkoj? Atëherë momenti shumë pritur erdhi. Ha, më thuaj. Zonja fiqe një grua në mosh. Një grua e vrarë nga jeta. Një grua, ato flokët me tela si gjëmba dhe me ato dhëmbët si tastier piano e prishur. Më se pyet mua. Ha. Është ndruar totalisht. Jem e tallë. O bo femën do me thonë. Mbyllini sytë. Zonja Fiqo! A ti hap të shi? Jo. Do të them unë kur t'i hapësh. A ti, po të shi? Jo, të them unë. Edhe pak. 1, 2, 3, hapi! Kësa kjo mi? A të thash që nuk do t'a njohësh gruan tuaj? Doktor! Qyqja, zoni! Ja pra ku u kryer me sukses dhe operacioni joni parë.
mund ta shikoni me sytë tuaj. Ja pra dhe zonja Fiqo, ajo ishte jashtëzakonisht e bukur, por ne tani e bëm edhe më të bukur. Për gjithë ju që kërkoni një shëndrim total, mund të klikoni në adresën tonë online www.sillni plakën këtu.yahoo.com. Ju faleminderit. Qyqë, Zoni! Moj vezoke me tu befsha, ha tu befsha si ne, ty të kam unë hem shoqe, hem moter, hem vezoke, ha derman, ha se tona beq ti, 3 koqe vetë më vaja tona beq në dit, ha tu befsha moj, ha tu befsha. Moj grua, qa beq më të tremasi? Qarpe i? Ja, mere me vezoken. Po s'pe fare televizor tje? Televizorë, që shumë televizorën, tërë ditën pra shita, avadita, umëra me bacen, pa lava robat, pa indera, pa hodha gjellën zjarë, se vjen zotërët e na puna, do gjellën gati. Të më mungosh, më tremate të më mungosh, Shqyqyre kemi atëre. E diti që i qajnë halët unë asaje? Jo. Po unë shqyqyre kam atese, do të shmenë shafare. Me gjën, ajde këtu me më lviz. Nuk të dha njeri leje të dalë që nga shpia, ria të i habuk. Olo atë si njerët. Mirë që e kam, mirë që e kam, më i bërtit se i kryon stres. S'na ben vezën. Dolla njëra dhe na qyteti po s'bej as gje. Po që që s'bej as gje? As pun, as gje s'kisht. S'ka puni që? Fare. Po i që po të. Ure, po tërë këto gjëra që po bëjnë në ndërtim, ti nuk gjenë do të një punë ndërtim, Qa la fosni? Po ka më shumë të shty karacin me beton të me lache? Jore, po them se u të shmendëm këtu të kish një mpa një qik qytet edhe ne, e shumë vetëm televizor. Po që do qytetin moj, po qyteti vetëm zhur me trafike, njërës, nasi, lize, misi. Qa pesh një qytet, se mban me në ti që vajta unë atere në fjert edhe umba? Moj që mi gjeti policia. Kore po? Mi gjeti policia, se kështë di nga do kësha ikur. Amon. Tama po, edhe këshu nuk shtynjë, qa ti bejmë? Ajde këtu ti moj vezoke. Se moj qarë këti që të shtyne? Shtyjet, ngellëm fshot. Qa këtu tani? Ta të them një gja unë, pas doa të më mërzitesh. Po këshu qysh ma thoj ti, dim... Ma që vetëm ti e ben atë pune, di unë. Thoma... Gjonash. Do shkosht e begjetja, do t'i marrësht 50.000 bërç. Qare? Moj 50.000, moj. E to shkosh atje në dyqan, e to më blesh një pull, po pull nga ato fshat të më dha që të na mbush i barku më plot. Të na marrësh një 2 bira. Të marrësh e do që të kazuar për vete, merë do një Pepsi. Moj se ty të pëlqenjë Pepsi. Të na marrë që mjell, e të na apësh një 2 petulla, e të na bëshe një lakrar me lakra tegra, se di ku më ka vajtur. Aman, tu bësha, benje për mua këte. Aman, moj. Ikte begjetë. Rengazi, të tem në vale e ke pare? Po ja, ku ta shikoj një, se mos naftoja jo, ne. Për që begjetë me thoj, e begjetë jas t'jep 100 leksh, të blesh një pako fara, ti më thoj mua 50. Qa da fut? Së më ka marrë malli ta shohat 50, unë s'po e shoh mas në ender, jo më ta shoh këshuja, ti me thoj mua, Po qysh do ja bëjmë ne? Po qysh do ja bëjmë, di unë qysh do ja bëjmë? Po vjen miku, moj. Që fatja, moj, shoku imi ngush që kom pasur në ushtri. Moj, faten e mban mend. Po mirë, le të vi, fatja shumë mirë, 2 veste, skuqëra, një qik djath, një qik rakio, që do fatja mish në jelë dojë? Jo, mua më tërpro me miku në ngusht. E fatja më ka shptuar jetën mua. Qa thë? Moj që vajta atere unë futa në detet dhe shumë byta. Moj që ishte ujë dërë këtu. Më futën ujë qizmet mua atë shika, moj po të them. Po s'kishte ardhur fatja të më kapte për lesht të kokës e të më nëzirte nga deti. U arrova unë. Ika. Qyqyri fates. Që që, hajde, prendo një gjë, lëvis. Po mire, fatja të shpëtoj më mbytë që në dete, po të mbytë me borgjere?
Po hikër e I bëjmë ato që të thash aty edhe bëllë me gjithë fatë në shim... Po gjëndi se që dhe mu në urdhroj unë këtu. Do më leqëre hatë të thaqëre. Puthe pulen. Qa ti bëj pulese? Puthe pulen. Ja, do të pys ty, për unë e puth gjithë kësat e për dit, më thoj ti mua puse. Po puthe për të fundit. Qa që there? Të ta therim. Vezoken? Mua më therë vezok, ajde këtu. Pa këtë shpi urdhroj njën. O tu befsha moj, po në ty te kam motër, te kam qu. Aj pas do të tërprojë mund me mikun për një pull. Mere atje, thire, ajde, gjëvis. Aroje të thaqëri. Pa gjëndi që po të temu nik atje, ta beq, të na imbushe shumë me oriz, o me makaruna. Ajde, s'do të tërprojë mund të shoku. Po ti kujtën se tale muna, po unë të therë ty vetën dhe vezoken asë njerë, more vetë. Jo, po nuk e bere këta që the mund, merë plaçkat e nisu të jo temë. Hajde. Ta arroq, nuk e therë të thaqë. Moj po therë gjysmën time ti, gjysmën të ndë mbaje. Moj se beshaka, moj se pulesh, moj nuk esh ma qine. Hajde, ik në kuzhin. Unë të iki deri në frakult, te aj miku në ora 4-5 vjen. Ti të ma keq bergati. Gjova thuaj. Gjove moj! Gjova re gjova! Ja këte po të tim. Ta harraq se... Hajt! Hajt se e shofim. Ta kesh ber gati, thash. Pore, vezoke, hajde me nenën ti, se e tregoj unë. Haj. Ja tregoj një unë mikut. Duam vezoke në ata. Urdro, hajde! Ore, fate vlaj. Po që ishje me njerëzjut? Që ishjeti, hajde. Hajde misë u gjeta. Hajde se na kape këshu, duke berë drekën. Po që ishjeni? Po mirë, që ishjeti? Mirë je. Mi njerëzjo na e pas kemi këshu? Po ja, vajti der në frakull, po vjen thatë, më u mërzit. Më u mërzit, vjen shpet. Ja dalet qera si motra. Ja le fate që na erdhe. Po gjysh keni qenë një? Po mirë, njaziu të ka me merak shumë. Ja të faleminderit. Ja të beft mirë. Faleminderit. Beft mirë, pije, më ki merak. Dio gjysh e bërra ki njaziu. Ash. Ja këshu. Ja të befsha. Po shumë urdra po shtip. Si e këshu? Apo je po bëm pa gjane për drek. Njaziu refate, të do aqë shumë. Sa për ty në therën pullën e vetme, vezoken. Qa thua? Therët pullën e vetme për mua? E therën. Po pse, moj, po pse therët, moj. Po pse sakrifikut pullën për mua, moj. Po na e qatë kishe shpia, njëtë pak të që umë lënë, moj. Po pse atë kishë problem? Nuk zbet la fare. Aq me rak të kasa, mua fat jam ka shpëtuar nga mbytur ndet, normale. Për e shumë, më kapi vjetë mua e i. Që shtë kapi? Më kapi vjetë që ova gjisha vënd t'jun, më kapi vjetë mua e i, desh mori me vjetë, për mësë mori me vjetë, mori edhe fatin, të të një zion e shpëtova une. Qenë si ka? Po që ishe mu i gjemë duar. Po që i gjyroj, po. Jo, shumë mirë, ja. Edhe pak, edhe e shtrojmë. Por e gjimë të udra, pëse po i shtypti? Po, na shire, fate vlaj, ne kemi si tradit. Këtu që, kur therim pullën e vetme, shtypim të hudrat, që këte, t'ja fusim mikut në mrapa dhe po e disinfektoj na shi. Shko. Muale! E po ti erdhe! Ma pa që poqo, një zigorica, muat ma fuqëshe! Qa kare? Jore, vla! Qa kare? Mu bef shkurban të vezokes, jo. Ja pa donit të thernit vezoken ti me ju, po qyshe pra. Moj! Here! U be pula? U be pula. Veç ta dish sa të mire bera atë pullën. I hodha erza, hudra, të pishkisht atë be. Dinja mojo po qenje, ti e dinja që do na i bejet mirë. Nëzire ta shikoj mirë para se të vi miku si e ke berë. Hajde. Po qa mikure njazi? Mik ishte a ire? Mik. Ate mos e pat shkom shi, jo mik njazi. Qa ka fatja? Ku është fatja? Po dalëri. E bera pullën unë, bezoken? E kish njam lën këtu. Miku erdi, pri
priti sa vajt shumë dërmbachet, merja ca gjerat njoma për mikun. Kthem unë, vezokja jo. Miku jo, e mori pulën dhe iku. Pa ku iku, moj, nga iku? Po di u dali jashtë. Ja ku qenka. Ua mik, ua fate, pasile ta ngjye një qik. Po më kapi e fut ma terën. Vemi në këtë pjesë të tretë të Paparenajt. Të gjithë në një mënyrë apo një tjetër, jemi shumë të prirur të dëgjojmë historikë që kanë mister brënda, që kanë enigmë. Nuk e di është gjithmonë si puna e asaj historisë së famshme që kur do futej për në shpellë, do thoshin disa, mos u fut në shpellë o trim, po çaka. Është ajo kureshtja, ajo misteri, po çaka. Po çaka yri në shpellë dhe nuk doli më. Po, gjithsesi, kjo intrigë na mban, jemi shumë kureshtarë, si popull, shumë kureshtarë. Po çaka, aman hape. Dhe sot kam kënaqësinë që të ftoj një mjeshtër të konspiracionit, teorive konspirative. Ai pretendon se bota është e sheshtë. Unë them që është rumbullak. Ai thotë se ka shumë diej. Unë them se është vetëm një. Ai thotë se hëna është një yll i madh, se ka shumë e shumë hëna të tjera. E për të gjitha këto ai ka dhe një emision të vetin, por atë që ka të veçantë, ai flet me televizorin dhe kur televizori është fikur. Është jashtëzakonshëm. Dhe për ta, se ju tani po thoni po kush është. Pikërisht pra, për të rritur intrigën kureshtjen tuaj, me i atë, po murkoj e ftoj atë me një bashkë bisedim të shkurtër me mua, është Namir Gura. Nëse erdhe. Faleminderit zoti Agron. Kam shumë respekt për ju. Faleminderit edhe unë kam shumë respekt për ty. Të erdhe. Faleminderit. Sepse gjithë familja ime, gjithë brezat e Fisiton janë rritur me humorin tënd. Madje gjyshësime, kur i vdiqe ëma, vdiq me emrin tënd në gojë. Qa thua? Po. Edhe Skënderbeu me emrin tim në gojë ka vdekur. Do të ata shkopit të arrini gjithmonë bashkë dhe qeshtim ja Gronllakën. Është jam shumë i lartë. Ore po sa vjeç më bën mua ti se na vdiqe. O 70 o 75 me tonat. Me ashtu, mi le ti. Gjithsesi, faleminderit që më futen në këtë studio, dhe pse rrezikojmë që të na përgjojnë agjentët e CIA-s me satelitët që janë mbi laprak. Si janë mbi laprak? Po. Aty ka zbrit Turqia dhe po qëndron mbi laprak që të kontrolloj shtetin shqiptar. Ashtu, Po. Ja, çfarë doni më shumë të dashur miq? Pra, CIA kontrollon realitetin tonë nëpërmjet satelitëve, të cilat janë montuar në disa panele. Dëgjoj tash sepse edhe kam pas shumë mesazhe ndërkohë në momentin që thash se ju do jeni i ftuar special tek unë. Është e vërtetë që politika shqiptare sundohet nga masonët. Më fal, Agron, Zoti Namir, urdhro? Po. Do të pyesja, a jeni ju i vaksinuar? Po, kam bërë vaksinë, 3 vaksina e kam bërë. E kam edhe me certifikat. Po pra, ky është problemi, sepse nëpërmjet kësaj vaksine na kanë injektuar kodin QR. Po, QR. Po, dhe nëpërmjet këtij masonët kontrollojnë gjithçka. Madje tani ata e dinë që ti ma ke bërë këtë pyetje. Dhe rrezikojmë shumë. Por për më shumë, më bëni subscribe në Rezja. Po, të bëjmë çfarë? Më bëni subscribe në kanalin tim në YouTube dhe aty do të mësoni se çfarë është në kodi. kanalin e tim në YouTube Namir Gura QR. Jo, zoti Agron, të lutem. Po. Në këtë video do të flas për kodin QR. Do flasi për kodin QR. Namir Gura. Enigmatik Tok. Enigmatik Tok. Ku do të flasim për enigma dhe mistere. Tok. Ka mirë. Atëre, a jene të listani këtu tek ne? Nëse kam pyetje kështu këto, se jam kureshtar nga natyra. Po, ja, më fal, zoti Agron. Do të jap një shembull. Po, për shembull. Po, çfarë janë këta që ulen në lokal, pin kafe pa ujë dhe e di çfarë, i japin leksione për jetën kemarierit. Kamarierit japin leksione? Ja, pra, këta janë alienët dhe jo vetëm këta. Një ditë tek ecja më ndalua në rrugë dhe më thanë, më fali zotëri, a keni
50 lekë, sepse më kanë vjedhur portofolin dhe dua të shkoj deri në Astir. Dhe ty? Po, dhe sigurisht që i thash, jo, nuk kam, nuk të jap. I the? Di çfarë bëri? Më pa me sy lazer dhe më la pa sinjal në telefon për 3 ditë. Pa thua. Po. Ndodhin E çuditshme, por e vërtet. Zoti na mirë, e vërtet jo. Shumë e vërtet. Kuptoni të dashuri se çfarë ndodhi. Prandaj bëni kujdes. Më fal, të pyes. Po. Keni TikTok? Po, kam TikTok dhe më ndihni dhe në TikTok sepse ka gjëra shumë interesante. Bëni subscribe edhe në apo s'bëj subscribe. Follow Zoti Agron. Follow në TikTok Namir Gura QR. Faleminderit. Apo se ke QR? Se kam QR, por edhe mund ta shtoj tani me këtë më dhe një ide shumë të bukur. Po e kuptova. Po, atëherë po e mendoj. TikToku. Tek TikToku. Po, ju keni TikTok thatë edhe? Po, kam hedhur një video ku kam hedhur dhe unë shumë video në TikTok. Po kjo imja është shumë interesante sepse zhdukem nëpërmjet një vrime që kam hapur te balkoni. Po, dhe e shikoni të dashur, pra ky ka aftësinë të zhduket nëpërmjet një vrime nga ato ku kalon miu në balkon. Zhdukesh ti tek ajo. Po, dhe aty do të shpjegoj se sa të rëndësishme janë vrimat. Vrimat janë shumë të rëndësishme. Kjo është që të shmangim shumë gjëra në jetë. Ose të shmangim shumë gjëra në jetë. Të ose mos t'i shmangim, varet. Është një çështje këndvështrimi, por në këtë rast unë e kam shfrytzuar. Dhe kuptova, drejt. Po, dhe çfarë çudira është për shembull nga TikToku në këndvështrimin tënd? Ka shumë çudira. E para dhe më kryesorja është që provon se civilizimi po ecën mbrapsht. Civilizimi? Po ecën mbrapsht. Ja një shembull konkret. Kam parë një video të një djali i bënte një kavanozi turshi masazh Zoti Agron. Aty kupton se fundi është afër. Kavanozi turshi i bën masazh. Ky është fundi i botës miq. Bëni kujdes. Drejt. Tani kam një pyetje pak më kështu me fjalë, më pëlqeve shumë edhe. Unë të kam ndjekur ty në ato videot e tua, po kështu nga afër s'të kisha takuar, bravo të qoftë. Ç'është dashuria për ty? Dashuria. Po ja, Zoti, më ke bërë një pyetje. Është e di, një pyetje interesante. Se, si ta them, për shembull, po t'i jap një ushtrim. Mua? Po. 66, viz, 3629. Po. Atëherë, si do ta lexoni ju këtë? 66, viz, 3629. Ja pra, jo të gjithë e shikojnë botën si ju. Pse? Sepse për dashurinë kjo vlen kështu. Në rast se ja jepni këtë ushtrim një femre dhe je një djalë që ke para, ajo... Një djalë që ke para? Unë jam burr. Po dhe një burr, po ke para, nuk prish punë, ajo ja thon të kesh para dhe do ta lexoj kështu si të them unë. Kam para dhe ja them një edhe ajo do ta lexoj. Si ta lexoj? Sex free, sex tonight. Interesante. Hey, 66 viz 3629, nëse ke para, një femër e lexon. Sex 3 night, jo, 3 sex tonight. Ua, sa më pëlqeu kjo. Interesante. Më na mirë. Por ka dhe një gjë tjetër, që në rast se je pa brek në byth. Jo, unë kam. Po, flasim për shumë njerëz. Për shembull, unë në qoftë se do t'i jepja një femre këtë ushtrim, ajo do ta lexonte dhe do të thoshte që bëj një iko pirdhu. Po, kush nuk ka, mos ta ushtroj kot, sepse do marri një fjalë s'dua, se s'ma nxëgoja të themi pirdhu, edhe kjo shumë e drejtë. Çfarë po bën? Më fal, Zoti Agron, a shikoni gjë atje? Jo, asgjë. Asun nuk shikoj asgjë. Po të pse shikon lart? E çuditshme, por e vërtet. Asun nuk e di. Po. E çuditshme. Besoj. Ndoshta mund të kishim vazhduar me këtë ishte kënaqësi në mënyrë sportive. Ne mësuam shumë gjëra nga Zoti Namir Gura, shumë interesant. Të falenderoj shumë. Nuk e di nëse do të kesh dëshirën të rivish sërish këtu në Paparenaj. Patjetër me kënaqësinë më të madhe. Që bota është e sheshtë, se kështu kam dëgjuar që keni thënë. Varet se plaku im, kur pinte, i dukej e rumbullatë Zoti Agron. Kur është edhe fillonte dhe ai meteorit dhe unë aty linda që mësova dhe u bëra një konspiracionist me ide brillante dhe jap zgjidhje më të mëdha të planetit. Babai kur pi ja përdor peshqirin e lagur? Ka raste ja përdor. Por mund t'i thuash që të fala nga Agroni, përdor pambukën e jot.
Ishte Namir Gura, faleminderit. Namir Gura, faleminderit. E pastaj më thoni që s'po përmbyset bota. Sa ka si punë këti, është brenda këtij këndvështrimit ose optikës së humorit, në realitetin ton e trajtuar në mënyrë satirike dhe humoristike. Dhe në grotesk po deshet. Tani, unë realisht kam pasur, s'mund ta quaj fatin, po fatkesin të themi në thonjza, ta provoj që do të thotë urgjenca. Dhe unë kam respektin më maksimal për të gjithë personelin mjekësor të shërbimit. Ka njerëz që thonë se është e vërtet, në atë rokopull njerëzoresh dhe hallesh vetëm durim nordik të kesh që të na përballosh në shqiptarve. Se të gjithë duam të marrojmë punë të parat. Në mua doktoresh këtu se po vdes. Pra ajo që është e rëndësishme pavarësisht nga halli, qetësi. Ata janë gjithmonë në dispozicion dhe në shërbim të shëndetit dhe jetëve tona. Nuk e bëj për reklam. E bëj sepse e kam provuar shërbimin, mirësinë, cilësinë dhe zemrën e tyre. Dhe sot ne do të bëjmë kemi një urgjencë, apo ne natyrisht që nuk mund të themi këto fjalë që thash unë. Ne urgjencën e interpretojmë ashtu siç e mendojmë ne. Në fundit për një të qeshur më shumë. Pastaj moralin ndajni vet. Urgjenca. Amani për më bërë një dërman. Më bërë një dërman se vdikja. Më djerë kap në një infirmier në një doktor. Po më bjen djerë së të ftota, po birë. O Buqi, pritë Buqi se ka shumë radhë. Ja të vijit infirmierja dhe të flasin. Po foli për një. Po vdeste? Ajde, ajde. Si nga ata burrat i ke 10 vjetë që thua këshu edhe ja ku jesut. Nuk e mba lafin ti jo. Qetëso, do vi infirmiera do të fusim. Prit. Qarë të qetësoj, më jam keq, po të themë. Po ka radhë, Buqi. Zonja infermiera. Pa. Zonja infermiera. Ju lutem se kam babain shumë keq, është me kriza shumë të forta barku. Ju lutem, bëni diçka se duhet bëjmë diçka sepse nuk po duron të thmë, ju lutem. Kuptoj shumë mirë, më zotrit, kuptoj shumë mirë, po ti e shikon tani që këtu nuk ka vend as në këmbë. Jo më, ti u bëj gati tani një dhomë, nuk munde më zotri, pastaj shumë mirë. E pas keni marrë aja stë, kumbatanien, çarçafët. Po pse nuk morët edhe një krevat portative dhe ishit më rregull? Moj ti zoj, merr veshti që është keq, po vdes tjetri, bëj derman. Po e kuptoj, më po edhe neve njerëz jemi, çat ju bëj? Jo, kjo nuk kupton, moj po është keq, po të them. Jam keq, më. Mirë, qetësoni se do ta marrim dhe do ta fusim në paradhomën e sallës të operacionit sa të vi doktori, vetëm qetësoni ju lutem. Shumë faleminderit. Sille pak babain këtej se është këtej. Po s'bëre lafe me këta. Doktor. Doktor. Si vajti? Mirë shumë. Kur mund të shikojmë plakun, doktor? Po, që tani mund të mërni, sepse infermeria pa e bën gati. Ashtu? Pa tjetër. O, sa mirë. Doktor, Urdhëro. po pati komplikime operacioni? Operacion? Po pra. Ore, futëm babajnë pak më parë në salën e operacionit, nuk ju tha infermierja? Po. Po. Po, unë i bëra të fësim. Edhe, do dhe mirë. Dhe erdhëm në pjesën e fundit Papare Night për këtë mbrëmje dhe unë nuk para e kanë qef thashe themet, lafet, por mua më duke sigur është karakteristikë kombëtare jona. Ne kemi dëshirë të merrim me lafe. Jo vetëm gratë pose historikisht në fjalë, por kam filluar dhe burrat. Po në këtë rast ne kemi disa kamera sigurie, kamera vrojtimi, ato janë 3. 3 shoqe që marrin në gojë dynjan. Biles, përfituar në 1 lek, e kalojnë direkt në TikTok. Ne i quajmë sirenat e pallatit. Ndjekim.
Jepi. Ja se po dalim live. Prit 1, 2, ja se poshtojmë viewsat shumë mirë. Ja, janë disa. Ty shumë mirë. Ej, dolëm prap ne, sirenat e pallatit. Hajde sa e dini ju tashi që vetëm ne japim zë hallëve, problemeve, lagjes të kombit dhe burrave. Burrave. O me det. Që thoni juve që t'jesh femër sot, duhet t'jesh edhe nën, edhe grua, edhe dashnore, duhet t'jesh e bukur si fotomodele, madje, ta kesh edhe rrogën më të lartë se të shefi. Po jo, amigos, e deri dje ishte kollaj fare, mjafton që ndisje një jastik, shkoj edhe mirë me vjerën edhe ishe mrekull. Kaq, më po dje ka qenë kështu, ka qenë rahat fare, shkoj në një dasëm, ti mjafton të thoshe po, burrin se kishe pa fare, edhe kaq mbaron të historie. Di si quheshin këto? Po quheshin martesa der në fest. Ja kështu, kurse sot, kujdes, sot nuk ka po pa provë gjenerale. Kështu e di si japi ment ne japi ment, Gjoni dhe ju merrni nga mend tona, se vete hëngrëm, dashuri me shikim të parë, s'na doli koha të dashur ndjekës, as për të parë mirë portofolin, as për të parë mirë karakterin, as Ngecëm, unë ta kisha ditë kështu, më mirë kisha marrë kredi për shtëpi, se di që edhe ajo e ka një mbarim. E di si është puna, si thoshte populli, matu 7-8 herë edhe prit një herë. Neve jo, neve ne, di si na tha populli. O burra, tha shpejt se ngellet pa martuar edhe ne, me vra. E di si jemi sot ndërrojmë burrat e tjerve dhe flem me tonin. Hajde, bëni like dhe share ndërkohë, mos harroni të na ndiqni që të kemi më shumë views. E di çfarë lexova çfarë në Instagram goca? E dini dhe ju, lexova një gjë shumë interesante, si pas një studimi, thuaj që burrat të stresohen shumë se sa fëmijët. Kujdes me burrat, se do thinjeni. Moj po, dashuria është e bukur deri kur? Deri kur nuk është fatura jote për t'u paguar. Fix. Kur e kuptut... Lexo në i mesazhet. Hajde, ja, komente. Prit se erdhi një mesazh. Shive, Tigria nga Lushnja. Bravo. Kur e kuptuat që keni bërë gabim që jeni martuar, thot. Gabim martet. Kur e kuptova unë. Kur e kuptova ti? Unë e kuptova kur dashuria jetës time kishte më shumë sekrete se celulari idealit tim në klasë 7. Qa presh? Unë e dini kur e kuptova? Kur kuptova 2 cilësitë e burrit tim. I gjatë edhe i papun. Do me thënë shtyll flamuri, gjithmonë lart edhe asë gjo. Pak të lartë. Po e kam thënë gjithkohë, se jemi budallat shka vetë. Vete kemi fajnë. Se ne kur na thanë që shiko se ti e gjithë shka që kam, e morëm të mirë qënë që gjithë shka, dhe me thënë, na pëlqeu shumë, u dashurua më shumë me fjalët, pa marrë parasysh, që kjo gjithë shkaja përfshieshin borxhet, përfshieshin pabukësia, përfshihej krushia e çmendur, gjithë dopjo 6 andore dhe paksojnë tani. Fix. Mërshme. Na lini të qeshim aman, se për qarë kemi qarë bol me mod. Prit, se plasën, komente. Ka ishtë duam, po i karikove. Qa thot kjo me prit. Shi, qa thot. Nuk jam ndirë as një herë ka që kuptuar, thot. Jeni perla, mu kujtua mami, hava dhe vetja. E të mërshme. Kemi shoqe plot, shqyqyr zotit. Kemi shoqe plot, ua. Na. Mëj, e pat atë Jolën? Si e ka ajo? Jola. Jola që kishte vesh atë fustanin e verdh që duke për i bret më që kishte shtyp borgun si me qenë 7 zanë. Fix. Me karavidhe, fix në gjante fix me qenë 7 zanë. I afro, i e mirë. I e afro, dhe më thënë, 7 zanë është, po jo me karavidhe. Si, është prap? Po mi me fëminë 3. Jola 3-in ju, në të tërmere, po. Shkëm se ka një problem. Jola nuk e ka me burrin e vetë. Jo. Po burri ka 2 vite në Itali me kur e bëri me burrin. Ka 2 vite në Itali? Në Itali, po, merret me dokumentat dhe mek. Po që dokumentat është mi ka ka shvjet që do me bo dokumentat s'po bo ajo? Pa ma ka i kalamoj herë në 2 vjet po e bo? Moj, po ajo e ka bërë aty, e ka bërë burrin shumë si kënd lojra është për fëmijë e ka bërë. Ka një fëmijë me çdo burr të mundshëm,
Por ama, fëmija, robat, I ka me sponsor. Një shumë inatçie, ke vërë që inatçie. Ajo është grua e fortmi? Ti? Pra bitch do me thë. Më falni. Lejse se kesha me zbuti qikë të shkoj qikë në mbëll. Milene, pa ajo mi që bo si stiliste, ajo roba qepse, Fortunata, po, fix. Moj, ajo nuk është roba qepse. Ajo tani merret me energji alternative. Ajo tani fik dritat edhe ndes burra. Që ka roba shkepse. Keni ju rastet të tilla, na I shkruani po pa rastet. Edhe një mos harroni like and share. Po, e dini juve, na kanë natë. E dini juve si e ka kthyer shpinë kjo? Si spas spirituale. Gjen aty brenda vetëm kështu vajra, kripra, qërin, gjëra, edhe dashnor të paguar. Si zonjë. Të keqen, motra. Mojt mira. Mojt ti. Pa jo shoqja jote mi që bën kështu. Po yoga ajo. Ja. Ja, futet pak kot se ajo nuk bën yoga. Ja, nuk bën yoga ajo, tash ajo bën yoga me gruan e tjetrit, ajo qetësi shpirtërore. Thjesht ka lënë 3 burra beqar. Çfarë shko me na dolën gjitha I soj? Çfarë bën ajo? Ajo bën namaz, falje pas donatë. Me deçana ka gjetë ku kemi rënë. Ku kemi rënë? Hajde, shif kemi një koment, tush çfarë thot? Prit se na erdhi një koment. Ju lutem shumë thot bëni edhe një për atë burrin që rrit tek balkoni me dylbi. Jorgaçi. Ai, Jorgaçi. E të mërshme, Jorgaçi nuk ka lënë lokal pa fotografuar edhe der pa dëgjuar. Lëre, Jorgaçi është, e dini çfarë bëri një ditë? Kalova aty, unë tha, si e më tha mu mirë, kam ja 3 kamera, tha, I do se I kam të mira. Me vërtej, tha shumë, po si janë me cilësi? Wow, high definition, tha. Po haj, tha, shkujke. Ti, Sana dhe Filja, tha. Unë a marrë shpleshta, po ikër, gaci, po ikër. Pashkore se ke një vit pa larë kokën, po ikë të shkë. E të si është Jorgaçi mi? Jorgaçi është shërbimi sekreti pallatit ton. Por të pak të na ndjek live gjithkohës. Po pra like, Jorgaçi, na bëj like. Jorgaçi, po na ndjek Jorgaçi. Shiko se ke lënë çik dritaren, gjysëm edhe grilën. Jorgaçi, I ke veshur pijamat me arush. Të përshëndesim, Jorgaçi, gjysëm burre, gjysëm kamerë sigurie. Po a mirë na shkoj, Bravo. Jemi fix. Dhe erdhëm në fund të kësaj mbrëmje. Presojmë se kemi shpërndar të qeshurën anë mban gjithandej nga ana kanë ndjekur, ata që janë dashamirës dhe në I fan mënyrë të themi dhe fanatik të humorit që dashurojnë e duan të bukurën. Dhe përveç se një mbrëmje të bukur të qetë, kush e ka mundësinë fate, një gotë verë, shkëmbeni buzëqeshje, bezoni që jeni bashkë të gjithë, se nuk ka gjë më të bukur se sa shkëndeti, dhe nesër një ditë e re, shumë e rëndësishme, dhe shkoni mos fusni letrën, por të ardhmen dhe zemrën tuaj. Nga unë Agrolaka, mirupafshim dhe natë më mirë.